Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Krerët e koalicionit qeverisës vlen në Maqedoninë e Veriut përjashtojnë mundësinë e përçarjes dhe konflikteve brenda kampit. Zëdhënësi i vlen Driton Sulejmani thotë se Dorëqja e Lulzima liut nga funksioni zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës është për çështje personale. Zëvendës ministri i Arsimit arsye të ndërheqjes i ka potencuar edhe në profilin e tij të Facebookut, është për çështje personale, asgjë tjetër konkrete. Të gjitha që i ka potencuar aty, domethënë ajo është edhe përgjigjja konkrete për këtë pyetje. Sulejmani bërditur se liderët e vlen do të mblidhen për të propozuar emra për këtë pozitë. Tash mbetet që liderët e koalicionit vlen të mblidhen, të takohen mes veti dhe të propozojnë emër të ri për pozitën e zëvendës ministrit, ende nuk ka asgjë konkret. U gjetën 350.000 euro në shtëpi, nuk dihet vendodhe gjyqtarit Gjoko Ristov. Zbulimi i mjeteve monetare të padeklaruara të fshehura në murin e shtëpisë së prindërve është një nga provat materiale për dyshimin e përfshirjes në korrupsion të gjykatësit të apelit Gjoko Ristov. Ky rast ndërlidhet me arrestimin e avokatit Femi Stafa, i kapur në muajin dhjetor me 50.000 euro rushfet. Autoritetet thonë se rasti është një nga hetimet më të gjëra për dyshime për korrupsion të nivelit të lartë, i mbështetur nga informacione dhe raporte nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare. Pas gjetjes së 350.000 eurove të padeklaruara të gjyqtarit Gjoko Ristov, reagon zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Erben Fetaj. Ai deklaroi se nuk bëhet fjalë si një rast i izoluar, por si maja e zbergut e një sistemi që për vite me radhë ka mbrojtur të fortë dhe ka shtypur qytetarët e zakonshëm. Sipas tij, situata bëhet edhe më alarmante për shkak se emri Gjoko Ristovit nuk është i panjohur për opinionin dhe institucionet e drejtësisë. Fetaj rikujton se Ristov, së bashku me gjyqtarin non grata Enver Bexheti, ka qenë pjesë e vendimeve që japën rrugën e liris ish drejtorit të policisë sekrete Sasho Mjalkov, i cili lëvizi liri jashtë vendit. Ai ngriti gjithashtu shqetësimin se rasti Ristov mund të jetë vetëm një prej shumë rasteve ku gjyqtar dhe prokuror përdorin ligjin si mbulesë për korrupsion. Dyshimin e radhët e drejtuesve të prokurorive në Republikën Maqedonisë së Veriut, me 10 vota pro, Këshilli i Prokurorëve Publik zgjodhi Besir Aliun për shef të prokurorisë themelore në Totov. Aliu e ka ushtruar këtë funksion dhe gjatë mandatit kaluar, duke u zgjedhur për herë të parë në vitin 2020 nga Këshilli i Prokurorëve. Më herët ai gjithashtu ka qenë antar i Këshillit drejtues të Akademisë për Gjykatës dhe Prokuror. Rajoni. Kryeministri Albin Kurti në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës, teksa ka folur për qeverisjen e tij, ka thënë se ka trashëguar një situatë me korrupsion endemik, se populli i Kosovës refuzon që të kthehet në të ardhmen. Askush, absolutisht askush brenda kabinetit të ministrave se ka as imagjinatën më të vogël të përfshirjes në çfarëdo lloj shkallë të korrupsionit, ka deklaruar Albin Kurti. Duke folur për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ai ka thënë se ato nuk ka qenë synimi i partisë së tij, por pasojë e mungesës së bashkëpunimit me opozitën. So they were the consequence of non-cooperative opposition rather than any kind of zeal on my side to have new elections. Kurti ka thënë se vetvendosje ka provuar pas 9 shkurtit të vitit të shkuar që të takojë me parti opozitare, por sa ata refuzuan. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, Kurti dhe vetvendosje fituan më shumë se 50% të votave. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti merr pjesë në një panel diskutimi të mbajtur në Davos me temën Besimi, Leadershipi dhe Amerika 250. Agenda e ditës së kryeministrit Kurti në kuadër të forumit ekonomik botror ka nisur me këtë panel, ku ai ishte i ftuar për të diskutuar rolin e besimit në udhëheqje dhe në ndërtimin e unitetit shoqëror dhe shtetëror, njofton zyra e kryeministrit. Kurti vuri në pas se optimizmi për të ardhmen buron nga përpjekjet e vazhdueshme dhe angazhimi i aktiv i një shoqërie për ndryshim pozitiv. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyüp Maqedonsi vlerëson se Normandy Index 2025 e rëndit Kosovën të 13 në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve strategjike ndaj paqes dhe demokracisë dhe para në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Maqedonsi theksoi se Kosova pozicionohet në mesin e 10% të vendeve më të sigurta në botë, një vlerësim i rëndësishëm ndërkombëtar për stabilitetin, progresin dhe orientimin euroatlantik të vendit, shkruan ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyüp Maqedonsi. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve në Kosovë deklaron rritje nga 1 janari të pagës minimale në sektorin privat nga 350 euro bruto në 425 euro bruto. Sipas Ministrisë së Financave në Kosovë, zbatimi i vendimit për rritjen e pagës minimale do të vijojë edhe me një fazë të dytë. Me një korrik, paga minimale do të arrijë në 500 euro bruto. Kjo rritje përbën një masë të rëndësishme për rritjen e mirëqenies së punëtorëve dhe për afrimin e pagës minimale me kushtet aktuale të tregut të punës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një defekt në një shtyllë elektrike bëri që një pjesë e Tiranës të mbetet pa energji elektrike për gati 90 minuta.
Të prekur nga mungesa energjisë ishin zona Lidemit Fresku, ish uzina autotraktorëve Bryli Astiri dhe Ysberishti. Defekti bëri që energjia elektrike të ndërprite në një prej pavionëve të QSUT-s, ku përfshihet raminacioni qendror, imazheria dhe spitali ditor. Në një deklaratë për media, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza pranon se pati një mungesë të përkohshme të energjisë. QSUT pretendon se gjeneratori u aktivizua menjëherë dhe në asnjë moment nuk kërcënua jeta e pacientëve. Riparohet defekti që la pa energji elektrike një pjesë të Tiranës përfshirë dhe QSUT-n. Operatori i sistemit të transmetimit deklaron se institucionet me rëndësi të veçantë furnizuan me energji elektrike brenda pak minutash. OSHE njoftoi se shkak për mungesën e energjisë ishte një averi në linjën 110 kV të operatorit të sistemit të transmetimit që furnizon disa nën stacione. Sipas OST-s, energjia u kthye për 30 minuta. Në orën 22:09 riparimi i defektit përfundoi dhe linja u rikthye në punë, duke garantuar furnizimin e plot me energji elektrike për të gjithë konsumatorët, deklaron operatori i sistemit të transmetimit të energjisë. Opozita në Shqipëri e filloi sesionin e ri parlamentar me bllokim të foltores kuvendit. Aksioni u bashkua dhe Agron Sheja, Rald Kapri, Fatmir Mediu, Artan Luku, Ana Dajko dhe Redi Muçi. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi kritikoi sjelljen e kryeparlamentarit Niko Peleshi, që sipas tij ka bunkerizuar kuvendin duke lejuar praninë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në seancë. Të dënoj sjelljen e kryetarit kuvendit që ka zyrtarizuar bunkerizimin e kuvendit në mbrojtje të korruptuarve dhe s'dyti të dënoj provokimin e urdhëruar nga Edi Rama që në vend që Belinda Balluku, sipas kërkesës së prokurorisë, të ishte në burg, vjen dhe ulet sikur asgjë s'ka ndodhur në sallën e seancave plenare në pozicionin e numrit 2 krau të djathtë të Edi Ramës. Në emër të demokratëve, Bardhi deklaroi se kuvendi i Shqipërisë nuk mund të jetë kurrë streha e të korruptuarve, por t'i shërbejë interesit të qytetarëve dhe barazisë përpara ligjit. Dhe sa kohë mazhoranca ka vendosur ta shndërrojë në këtë godinë në bunkerin e të korruptuarve, deputetët e opozitës nuk mund pranojnë kurrësi funksionimin normal të kuvendit. Ishte Gazmend Bardhi nga Partia Demokratike. Partia Socialiste e Shqipërisë paralajmëron demokratët se kanë kohë deri në javën e ardhshme për të paraqitur në Komisionet për Reformë Zgjedhore dhe atë territoriale. Nga salla e Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se nëse demokratët nuk përfshihen në komisione, do të vijohet me ndryshime. Dëgjojeni mirë, kohë për të humbur me ju ne kemi zero, që ta dini mirë, edhe nguliteni mirë këtu. Doni të vini të bëjmë reformën administrative territoriale, jeni të mirë pritur. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit, sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirëpritur deri javën e ardhshme. Ndër të tjera, Balla deklaroi se Kuvendi i Shqipërisë mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment pozitiv dhe krenarie për Shqipërinë, ku kryeministri është ftuar të marrë një rol të paimagjinueshëm në një organizim të ri ndërkombëtar, Bordin e Paqes për rimëkëmbjen e Gazës. Është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sikurse janë dhe dy miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan, deklaroi Tauland Balla. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj kërkoi bashkëpunim mes palëve në kuvend për realizimin e reformës zgjedhore dhe atë territoriale. Në një mesazh drejtuar kuvendit në nisje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Begaj theksoi se ky 6 mujor kërkon vullnet politik dhe vetëdije të lartë shtetformuese në mënyrë që çdo nismë ligjore të shërbejë drejt për drejt forcimit të shtetit të së drejtës, mirëqenies së qytetarëve tanë dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Kreu i shtetit kërkoi nga politika të konfirmojë mbështetjen për drejtësinë dhe reformës zgjedhore të ri, pikun kulmore, një tjetër gur kilometrik sipas Begajt për bërë reforma administrative territoriale, e cila suksesin e ka të lidhur ngushtë me palët për dialog konstruktiv dhe kompromis. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për ish-kryebashkiakun socialist Kavajës Elvis Roshi, i marri pandehur për shpërdorim detyre. Roshi u paraqit në SPAK në shoqërinë e avokatit mbrojtës Andi Skënderi. Elvis Roshi u kallëzua 10 vite më parë në prokurorinë e Kavajës nga kontrolli i lartë i shtetit, pasi ai dhe 10 zyrtarë të tjerë dyshoheshin se kishin shkaktuar një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh me tenderet e rikonstruksionit të qendrës së qytetit dhe ndërtimin e disa rrugëve. Bota.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nga Forumi Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës argumentoi nevojën për pavarësinë europiane duke theksuar se ndryshimet e fuqishme që po tronditin rendin global duhet të trajtohen si një katalizator për të mirën dhe jo si një kataklizëm. Geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity to build a new form of European independence. Tronditjet gjeopolitike mund dhe duhet të shërbejnë si një mundësi për Europën, dhe sipas mendimit tim, ndryshimi sismik që po kalojmë sot është një mundësi në fakt një domosdoshmëri për të ndërtuar një formë të re të pavarësisë europiane, tha von der Leyen. Ajo tha se i konsiderojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm si aleat, por dhe si miq tanë. Kërcënimet e presidentit Donald Trump për të vendosur tarifa doganore prej 200% për verat franceze dhe shampanjë me qëllim që të bindë presidentin francez Emmanuel Macron të bëhet pjesë e bordit të paqes për Gazën konsiderohen të papranueshme dhe jo efektive nga Pallati Elize. Nga presidenca franceze ka konfirmuar gjithashtu se mesazhi i Macronit publikuar nga Trump në rrjetin social Truth Social është autentik. Donald Trump postoi në rrjetin social një foto të asaj që ai tha se ishte një mesazh nga presidenti francez Emmanuel Macron. Miku im, jemi plotësisht dakord për Sirinë, mund të bëjmë gjëra të mëdha për Iranin, por nuk e kuptoj se çfarë po bën me Groenlandën, shkruaj në mesazh. Edhe e përditshmja franceze Le Figaro shkruajti se presidenti Macron kishte konfirmuar se kishte propozuar në një mesazh privat presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të organizonte një samit të G7-s në Paris të njëjtën më 22 janar, duke përfshirë mundësinë e ftesës për Rusinë gjatë takimit, një mundësi që do të ishte hera e parë pas gati 4 vitesh luftë në Ukrainë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.